Ibrahim Grudës, ajo që ka po gjatë gjithë këtyre ditëve, është ma shumë deklarata për konsum krejtësisht politik, për akuzat të cilat nuk qëndrojnë as pak, sepse natyrisht lëvizja nuk është kundër gazit amerikane, nuk është as kundër bashkëpunimit me Amerikën, diçka që e kanë thënë me vite. Ajo që nuk e kemi po gjatë gjithë kësaj kohës nga përfaqësues politik, nuk dia kanë mandat për ta bërë një gjë të tillë, sepse është një fushë shumë specifike, por nuk ka asnjë diskutim kështu profesional për rëndësinë strategjike, për investimin, për kostot, për prioritetet, për atë se si do të ndikojnë në afatgjat, në një studim të vizibilitetit apo diçka të ngjashme. Gjithsesi, duhet përmendur që në sektorin e energjisë, energjetikës, qeveria Kurti, lëvizja vetëvendosje, tashmë ka projekte në të cilat është duke punuar në vazhdimsi. Ju e dini që kemi pas një fokus të energjia e ripërtëreshme dhe në fund të këtij mandatit, pra të qeverisë Re Kurti, ne do të kemi 305 megawatt energji që prodhohet nga Iran, ndërkohë që do të kemi edhe 250 megawatt energji që prodhohet nga dielli. Për 6 vjet i kena vazhduar 1 milion. Nëse flasim ne për 6 vjet i kena blerë 1 milion. Nëse flasim edhe, domethënë, nëse flasim edhe për bashkëpunimin me Amerikën, sepse po flitet gjithmonë, domethënë, në emër të Amerikës, ju e dini që jo në emër të Amerikës, është Pratipati ka deklaruar dhe ka thonë që Kosova e ka 1 vjet kohë me na tregu apo dën, as po dën me u lidh me gazin amerikan. Edhe kjo është përgjigje që na duhet me ditë, a lidhemi as lidhemi me gazin amerikan. Apo ju mendoni që duhet me bëni studim fizibiliteti me pa lëvërdinë ekonomike, sepse sipas përparim Grudës, nuk është më rëndësi fort sa na kushton, është shumë më rëndësi me u pozicionu na ka Amerika për mos më varë nga Rusia. Kështu, e para, sepse po flitet shumë edhe kjo çështja e varësisë së Kosovës nga Rusia. Jo Kosovës, rajonit. Kosova është një tub që mundet me u lidh Serbia ka. E paramendot çka mundet me ndodhë nëse na ja ndalim Serbisë prej këtu. Serbisë e prej Maqedonisë, të cilat tashmë vetëse janë, domethënë, të lidhura edhe shfrytëzojnë gazin me Rusin, Kosova nuk shfrytëzon aktualisht gaz nga Rusia. Pra, ne kemi pas një fokus edhe shumë shpejt, fillojmë edhe me projektin e baterive, që po ashtu është në bazë të donacionit marrëveshje me qeverinë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, projektin Kompas, e cila është $202 miliard të cilat kanë qenë donacion për 202 milion dollar donacion, 202 milion dollar donacion nga Amerika, ndërkohë që 37 milion janë investim nga Kosova. Ndërkohë sa i përket gazit natyror të lëngëzuar, gazit amerikan si po përdoret, natyrisht se ne nuk kemi thënë se jemi kundër, jemi të interesuar që të vazhdojmë diskutimin, sigurisht Ministria e Linjes, personat kompetent do të zhvillojnë diskutimet dhe ju dini që në vitin 2021-2022 ne kemi pas një... Veç me e tregu pse është shumë e rëndësishme. O shumë e rëndësishme veç tubi kana kalon kana. Nuk është shumë e rëndësishme në të kalumen a e na furnizu na, as e na furnizu ka Rusia. Po që të Kosovën me e vendos në hartë që gazi Amerikan me kalu ka na e me shku prej neve ka Serbia. Që të pe e lypë Amerika, që duke kalu ka na më unë varë mandej, më unë varë Serbia prej që ti tubit që kalon ka na.